Po, këta kanë drejtë. Përsa familje fermerë janë mbi 300.000. Po, ata s'janë fermerë. Jo familje fermerë, Jo, s'janë fermerë. Jetoni ju këtu. Po, ta themun, ata s'janë fermerë. Të vem nesër në të dy në Lushnje, apo zyshat. Ata që kanë nip, të vime mu në Tijak, të vime mu në Berat, të shofi se si ka... Po në Kukës, po në Gramsh. Po në Burren, po në Pirokastër, po në Fjerit, qa bërë? Po në Tregollushin dhe Fjerit. Nuk mbillet. Sot kemi... Gjusmën e kemi mbill panelet djellore, gjusmën tjetër e kemi pavaditje. 600.000 hektar tokë. Ta shpjegojnë që ka... 620.000 hektar toka që punohet. 720.000, sa duhet ti? Po të them realitetin, kam respekt, pra ne po të them... Ta shpjegojnë qikun të? Të dhëna originale, dhe unë unë kam një rjet timi social, mbi 100.000 vetë që më njekin, shkoj ku do dhe nuk bëj propagandë. Kot po bëj reale. Absolutisht, unë jam biles, kam atakuar edhe pjesë të qeverisë në pashtë, nuk i kam gjerë, sepse di që presoj që dalin më vonë. Ta shpjegojmë që këtë 620.000? Shqipëria ta shkoj 750.000 hektar nga sistemi, nga cilat rreth 350.000 kanë mbjell me shtëpia, Jo, ma së shumë. Kuturrut, pra, ku e ka rujt fare... 620.000 hektar to? Ne jemi debatë, nuk kemi pun respekti, sepse unë të thashtë tjetë, nuk ka marrë si këtu, nuk ka marrë për të mëroj qeverin, ka marrë për të mëroj realitetin. Ato fermerë që janë sot... Letë marim 620.000 hektar në tokë që pretendon ti. Po është realitet, më dhe statistikë. Po pra, dakord është realitet. A ka mundësit mos më ndërpresësh tani? 620.000 hektar tokë. Pse i gjithi është tokë e mirë? Ore si që është... E gjitha është tokë e ujitshme. Kur është analiza e fundit e tokës? Dumreja, Darsia, janë toka kodrinore, të mjellura me ulli, të mjellura me sera. Me qënë se ketë dhëna të dorës parë. Kur është bërë analiza e fundit në rang kombëtar e tokës? Ka një 20 vjetë. Jo, është bërë. Kur është bërë? Me qënë se kishe statistikës. Në po të them dhe tjetër, sot që ne raportojmë, janë 620.000 hektar. Sot që ne raportojmë, analiza e fundit e tokës në rang kombëtar fiziko-kimike është bërë që në vitin 88. Dhe po ju a themu... Jo, në rang kombëtar. Janë bërë të parcelizuar. Dhe analiza e tokës... Po realiteti nuk e njofka. Në fakt, analiza e tokës... Ne panelet shu i bëjmë, si Jo, është shumë mirë, po realiteti nuk e njofka. Ju tha që keni 100.000 njerës, ju tha që keni 100.000 njerës në djekës Facebook, ju më duke se po flisim për realitetin... Unë po them për realitetin konkret që... Kurse ne po flasim për realitetin... Po të marrë sot ty, gaz kavajnë, që ka mbi 12 maune që e qonë eksport, të marrë tomato alë, të marrë... Po lema se kjo është sezoni, do eksportosh në sezon. Apo Rinaldi SHPG, jo mos... Në sezon do eksportosh, po puna gjithë pjesën tjetër të vitit. Ose në fjerë, 600.000 hektar to. Lutem shumë. Nuk ishte tema eksporteve.